me kapiten Artur Meçollarin. Dhe plaset fabula e parë me njërë në ekran, Ledjo. Para se të flasim për 3 lajmet e fundit që vinë nga Irani, kapiten, më lejo të të prezentoj me respekt 36 vite karierë në forcat e armatosura, kryesisht në forcën detare, ndajve ke gradën kapiten i rangut parë. Ke qenë komandant i anijes GMD F322, Vjosa. Gjujci i madh detar. Gjuhës i madh detar. Ekziston më kjo anije? Jo, nuk ekziston. Pse ku iku për skrap? Natyrisht. Iku, ja. Kjo është foto ku je ti, kapiten? Këtu është koha kur kam qenë komandant. Në vitin? Këtu jemi në vitin 1994. Po pse e quan vetën komandant? Po isha komandant i gjuajcit. Pra, kapiten është grada? Kapiten është grada, por në marin, në flotën tregtare dhe në peshkim, komandant quhet kapiten, quhet ai që drejton mjetin. Po ndërkohë mund të thosh në marinën ushtarake që është komandant. Tani unë sot të thras kapiten apo komandant? Si të duash. Si ke qefin ti? E njëjta gjë, është kapiten, komandant. Kapiten më pëlqen shumë. Është shumë interesant. Është elegante shumë. Atëre, fiks pra, atë do thoshim. GMD-ja është do me thënë GMD-ja. Gjuajtësi i madh detar. Gjuajtësi i madh detar ka qenë një anije specializuar, një korvete lehtë. Ruse. Korvete lehtë ruse, e specializuar në luftën kundër nëndecës. Në luftën kundër nëndecës? Po. Si, mund dëmtoj një nëndecë kjo? Po. Shikoj, gjujtësi i madh detar ka pasur, përveç sistemit të artillerisë që ka pasur një top 85 mm kundër ajror, ka pasur 2 topa 37 mm, 3 mitralozë nga 2 gryka 12.7 mm, ka pasur dhe 3 sisteme të luftës kundër nëndece, që bënte goditjen e nëndecës me bomba thellësie. Ka pas në Bash, në Kiç, në dy ansore dhe në Kiç. Qa perle. Do me thënë... Tani Shqipëria në këto momente, sa të tilla ka? Nuk ka asnjë. Dëgjoj, kapiten, pra nga viti 93 dhe në vitin 97, si që thamë ta, ke qenë komandant i kësaj anijes, më pëlqen shumë F322 Vjosa, pyta. Gjuajtës i madh detar. Shefi shtabit të distriktit Artur Meçollari, komandant i grupit luftarak, komandant flotilje. Flotiljes detare. Pedagog në Akademinë e Detarisë dhe të Mbrojtjes, drejtori i inspektimit dhe zëvendës komandant i forcës detare. Gjithashtu, ti ke shërbyer dhe në Afganistan, në një vit 2017-2018. Kur themi ke shërbyer në Afganistan, roli eksakt, mund të dim? Po, kam qenë këshilltari më i lartë për personelin, për ushtrin afgane dhe policinë afgane. Që ke jetuar atje? Po, kam jetuar atje dhe kam pas një ekip në Kabul, te komanda e misionit të NATO-s dhe Amerikanë, që janë në Kabul, ngjitur me ambasadën amerikane, dhe kam qenë këshilltari më i lartë, kam pasur një ekip, një 25 veta, kryesisht Amerikan, Britanik dhe Hollandez. Ka qenë përvojë interesante për ty? Shumë interesante. Ti besoj me anglishtën një shumë mirë. Unë kam mbaruar 3 shkolla në Amerikë. Ja, do e them tani. Komandant, ti ke shërbyer dhe në Afganistan për në 2017-2018, komandant ke studiuar në 3 nga shkollat më prestigjioze në SBA dhe mban titullin doktor nga Akademia e Mbrojtjes. Në vitin 2020 lirohesh nga detyra kapiten, një vendim që vetë ti e ke cilësuar si kundër vullnetit tënd. Lirohem për herë të dytë, se jam liruar 2 herë. Dakord. Për herë të dytë, se më ka liruar dhe Sali Berisha. Dakord. Në vitin? 2012. Kuptova. Sot, kapiten, unë kam derin të kemë në studio me përvojën e një jetë të tërë në det dhe në komandë. Falenderoj shumë që pranove ftesën time. Shpresoj të kem shpesh në emision. Aq sa të mundesh, aq sa të ke dhe ti dëshirë dhe interes për të folur, sepse do të thënë që ti je një memorie e rrallë në këtë vend. Nuk paraqen shumë ish funksionar të lartë të ushtrisë shqiptare që se thuash kanë ekspertizën dhe që janë dhe të gatshëm edhe ta rrëfejnë, sepse mund ta kenë shumë, por nuk din ta rrëfejnë. Ky është problem shumë i madh. Pra mirë se erdhe në emisionin tim Zonë e Lirë, kapiten, dhe sa për arkiv, duhet të themi që sonte ti në emisionin tim të 1063
Dhe ky është viti 23 i emisionit. Atëre hym direkt në zemër të aktualitetit, kapiten. Unë faksonet të kam ftuar, sepse stafi im pa me vëmendje, një statusin tënd në Facebook ishte shumë interesant. Gjëra për cilat media në Shqipëri nuk flet asnjëherë. Unë do të lexoj më pas statusin, nuk dua të zgjatem shumë atje, po bëhet fjalë për një përplasje midis amerikanëve dhe francezëve se kush i shet radarat Shqipërisë. Dhe ti e lidh këtë dhe me shkarkimin e ish-ministrit të mbrojtjes Piro Vëngu, vetëm pak ditë më parë. Po të flasim më njëherë pasi të konsumojmë pak me shumë kënaqësi këtë pjatën e menus parë që kemi përsonte, që është gjithmonë Irani, ti e kupton. Është. Dhe unë kam ndarë Iranin në 3 lajme, që janë lajmet e fundit. Vritet admirali iranian, sot ky është lajmi i fundit dhe ka rrezik Ledio, jo ka rrezik, por ka shumë mundësi Ledio ka dhe me foto. Irani e ka konfirmuar vetë këtë vdekje. Admirali quhet Alireza Takziri. Në fakt është vrarë dje, në 30 mars. Sot jemi 31. Është konfirmuar. Është konfirmuar, se ai është vrarë përpara, po. Kjo ka qenë një goditje shumë e rëndë për komandën detare të Gardës Revolucionare. Izraeli ka mbajtur, duhet të thuash, është ka marrë përgjegjësi për likuidimin. Ndërkohë Irani vazhdoi sulmet dhe njoftoi sulmin e 87 ndaj rajonit. Kapiten, sot në 31 mars Irani goditi me dron një cistern kuvajtiane pranë Dubajit. Ndërkohë benzina në SBA, këto po i them jo për ju në fakt, sepse jo për ty sepse ti e ndjek aktualitetin, po për njerëzit që na shohin tani në këtë moment dhe janë të etur për të kuptuar lajmet e orës fundit, benzina në SBA arriti çmimin mesatar prej $4 për gallon, më i larti nga viti 2022. Irani vendos tarifë zyrtare për anijet që lejon të kalojnë në Hormuz, pagesa bëhet në juan kinez. Ngushtica mbetet e mbyllur për armiqt. Ndërkohë Trump kërcënoi përsëri për goditjen ndaj ishullit Karg, termocentraleve, stacioneve elektrike dhe centraleve bërthamore nëse nuk arrihet një marrëveshje. SBA po grumbullon ndërkohë kapiten rreth 5000 marinsa dhe të paktën 1000 trupa parashutistë pranë Hormuzit. Nuk dihet akoma, nuk është vendosur, pra duke sikur do hynë, por nuk është vendosur akoma data, askush nuk e di. Njësit, dhe këto janë njësit 31 MEU, 11 MEU, 82 AD. 82 është e famshmi AD që ka... është divizioni... Që ka ardhë në Normandi në luftën e dytë botërore. Mban të njëjtën, është divizioni 82, është i famshëm shumë ky. Dhe anijet USS Tripoli. Nuk e di që janë këto anijet USS Tripoli. San Diego, New Orleans, Boxer, Portland, Comstock. Janë anije kryesisht tanko desante që i themin dhe ndihmuese. Çdo thot për ty ky lajm? Vrasja e admiralit dhe të gjithë të tjerat pasaj që lexova unë sot. Më bëj një panoramë të përgjithshme. Vrasja e admiralit është në vazhdën e vrasjes së lidershipit ushtarak dhe politik. Por, vrasja e admiralit ka një element të veçantë sepse ai është përgjegjës për ngushticën e Hormuzit. Ai ka qenë personi përgjegjës për ngushticën e Hormuzit dhe natyrisht, vrasja një admiralit të tillë ka një efekt pra ishtë admiral, pra është të thuash në fushën tuaj, është detar. Po, është detar. Por ka një efekt, do të ketë një efekt të përkohshëm. Sepse, po ta shikojmë, dhe në Irani nuk e ndjeu shumë ndryshimin e goditjen e leadershipit, si politik dhe ushtarak, e mori veten. Pra, ajo befasia strategjike që përdorën Amerikanë dhe Izraelitët, i shokoi, i shkundit ditë e para, por arritën ta marrin veten. Dhe vrasja e admiralit, natyrisht ditë e para do të krijojë një lloj shoku dhe në marinën, por në fundit do ta kapin veten, sepse sistemi i hierarkisë së drejtimit në Iran është i tillë që ti nuk e shokon, nuk e paralizon sistemin e drejtimit duke vrarë një lider. Ata kanë një sistem të decentralizuar. Janë lehtësisht të zëvendësueshëm dhe kanë sistem të decentralizuar të drejtimit, që do të thotë që nuk kanë një linjë korrekte, vertikale. Dhe si e tillë, kuptohet është një shenjë e mirë, por nuk do të japi efektet që mund të japin në një situatë normale. Ledio, kalojmë tek titulli tjetër, po të lutem pa muzikë. Kalojë direkt pa muzikë. Po sepse janë në fakt të treja lajmet që janë nga Irani, kanë ndarë në titull më vete. Po, Huthit filluan të godasin Izraelin. Në fakt, goditja e Huthit ndaj Izraelit nuk pritet të jetë rezultative për shkak të distancës dhe të raketave që ata zotrojnë. Pra,
Por një gjë është e vërtet, përfshirja e Houthit e eskalon akoma më shumë situatën, e eskalon pasi ata sot godasin Izraelin, por nesër mund godasin dhe Arabin Saudite, si që kanë goditur dhe në të kaluar. Pra kanë goditur. Por një gjë tregon që Houthi, përfundimisht ashtu si Hezbollahu, janë në krah të Iranit. Kjo do të thotë... Ja ku është harta. Po, kjo do të thotë që i jep akoma më shumë një kontrast ose agravon konfliktin në lindjen e mesme. Sot, vëndet përveç Houthit apo organizatave proxy, shumica e vëndeve janë pro Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe vijimin e sulmit ndaj Iranit. Kapiten, Teherani me proxy po kërcënon dhe ngushticën e Bab el Mandebit, që është i bie që është fiksa ajo ngushtica atje poshtë ku është Jemeni. 15% e tregtisë botërore kalon këtu, rritur, kalon sot këtu, rritur me nga 3 deri në 5% që nga mbyllja e Hormuzit. Shiko, për shkak të mbylljes së Hormuzit, e cila ka 20% të naftës dhe 25% të gazit në nivel global, natyrisht që deti Kuq do të kishte një ngritje, dhe pati një ngritje, por... Deti Kuq, për ata që nuk e dinë, është gjithë kjo që shohim ne këtu. Ka dhe ngushticat. Ka dhe ngushticë që del në fund, del në kanalin e Suezit. Bravo. Tani, një pyetje kam për ty unë, komandant, kapiten, nëse më lejon. Pse është më rëndësishme ngushtica e Hormuzit, kanë bllokuar Irani tani, dhe jo kjo ngushtica tjetër këtu? Për shkak të naftës dhe gazit? Sepse e para, ngushtica e Hormuzit zotron ose kontrollon 20% të naftës në nivel global dhe 25% të gazit. E para. E dyta, deti Kuq apo ngushtica e Suezit ka leverdi ekonomike, por nuk bëjnë bllokim të trafikut ndërkombëtar. Përveç Houthëve. Houthët e bllokojnë Jo, pasere. sepse dhe në qoftë se bllokohet deti Kuq, ekziston kalimi nga pjesa jugore nga Afrika e Jugut. Po, bie vetëm se rritet çmimi. Rritet çmimi, por nuk ka bllokim. Në rastin e Hormuzit ne kemi bllokim të tregtisë ndërkombëtare. Sepse ajo është ky të saktë thon francezët. Sepse nuk ka nga të çfryr, nuk ka nga të çfryr. Derisa kjo çfrym po se futet në rritet çmimi, por ekziston një rrukalim alternativ. Tani unë gjë nuk kuptoj, si mjeshtri i deteve që je dhe që ti e njeh mirë hartën e këtij planeti. Një gjë nuk kuptoj unë, si ka mundësi që Houthët po reagojnë me kaq vonesë, ndërkohë që lufta ka filluar dhe jemi në ditën e 32 më duket, ose 33 të luftës, si ka mundësi që nuk është bllokuar përveç ngushticës Hormuzit e kanë bllokuar ata, pse nuk bllokuan në mjet Houthëve dhe ngushticën tjetër? Sepse Houthët, si quhet, Bab el Mandeb. Houthët nuk kanë kapacitete për këtë gjë. Shiko, sot që flasim... Si s'kanë kapacitete, Houthët janë të rrezikshëm shumë? Ata kanë mundësi të godasin, po jo të bllokojnë. Bllokimi ka tjetër kuptim. Ma thuaj ndryshimi. Shiko, në përgjithësi, po marrim rastin e para kapacitetet që kanë Houthët janë shumë herë më të vogla se sa të Iranit. Po, si shpjegohet që ka vitet të rënë faqen ndërpresë, kapiten? Që ata nuk po neutralizohen, pra. Si ka mundësi? Natyrisht, nuk po neutralizohen, por kapacitetet u janë ullur. U janë ullur. Dhe se bëre pyetjen, pse tani Houthët? Pse tani? E para njerë që Houthët nuk kanë kapacitete, në fillim të luftës, dhe tani nuk kanë kapacitete, po e mbani mend, ata e goditur në mënyrë barbare, si jo vetëm nga forcat amerikane, po dhe britanikët i kanë goditur në mënyrë barbare gjatë kohës që ata bllokuan, që tentuan të bllokojnë Suezin. E para, e dyta, sot ata ndoshta kanë vlerësuar që pozitat e Iranit janë më të mira se më parë. Dhe në këtë mënyrë janë duke vepruar për të në fundit, e ke parasysh në fund të luftës, të gjithë duhet të ndjekin një palë, nuk mund të qëndrojnë neutral, sepse dikush do fitoj dhe ai që do fitoj do të marrë, ose do të marrë me vete, ose do... Pra, vin një moment që duket që ata vlerësojnë që lufta është duke mbaruar dhe ndoshta në favor të Iranit, si pas vlerësimit, atëherë ata janë detyruar të bëhen palë në këtë konflikt. Do i kërkoj Ledios dhe njerë të më rikthej prap titullin e parë, Ledio, sepse kam disa materiale për të treguar kapitenit, që nuk arritëm do t'i shohim, sepse i ka me shpejtësi unë, në fakt dhe nuk du t'a bëja, nuk du t'i ka me shpejtësi. Po, te Admiral Iranian. Le të shohim disa pamje, Ledio, më duket se ke një hartë dhe ke disa pamje më duket, për t'i komentuar pak kapiteni Artur Meçollari që kemi në studio. Qa është kjo? Kjo Ledio që në shohim në këtu. Kjo është goditja e anijes e fregatës iraniane që u bë në ujrat e Oqeanit Indian pranë Sri Lankës. Kjo, ka ca kohë është e vjetër.
Kacako. Ikim nga kjo. Ka qenë ditë të para të luftë. E di, këtë kemi trajtuar, po them të marrin vesh të fundit fare. Çka ke tjetër Ledjo? Ja, këtu çfarë Është një cisternë e cila kuvajtiane e cila është goditur sot. Bravo. Ky është lajmi i fundit fare. Ky është lajmi i fundit që është goditur sot. Ku është goditur kjo cisternë sot? Kjo është goditur, më duket, pranë Kuvajtit, pranë Katarit. Pranë Katarit, që do të thotë? Pranë në Dubai, portin e Dubai. Në portin e Dubai. Po, shiko, ki parasysh, goditja e kësaj, po ta shikoj me vëmendje, është bërë nga një raket. Iraniane. Iraniane. Që të mbytësh këtë cisternë, kësaj mund t'i bësh dëme me raket, mund t'i bësh dëme me mjetë të zakonshëm, por armët të cilët atë mund t'a mbysin janë disa silura ose disa mina. Të tjerat vetëm i bëjnë dëm, është aqe madhe, dhe anijet janë të ndara në para tje, që dhe në qofë se i mbytet një pjesë, nuk mbytet pjesa tjetër, pra një lloj ndarje. Po kjo mbyt fatikisht? Jo. Pësoj goditje. Pra pësoj një goditje, por... Ka pësuar dëm. Dëm. Po ndërkohë vazhdon të... Vazhdon të jetë në punë. Dhe anijet dhe sot kapacitetet që ka Irani për të mbytur cisternat janë vetëm rrëpim silurave dhe minave. Nuk ka mjetet e tjera që ka mund të bëjnë dëm, siç mund të jenë raketat, apo mund të jenë edhe, po themi, mjetet e shpejta ose mushkonjat kamikaz. Qartë e kuptova. Pra, dhe asaj kanë bërë vetëm dëm. Sot është e vështirë që Irani të mbysi anije. Nuk i ka kapacitetet që të mbysi anije, sepse flota kapitale, anijet e mëdha të saj nuk ekzistojnë më. Janë goditur. Janë goditur. Sot ka vetëm disa rreth 10 nëndece të vogla, që i thonë nëndece xhepi, pra, që kanë nga 1-2 silura, kanë edhe mjetet e shpejta që mund të mbajnë dhe 2-3 mina. Ja dhe harta për ty, kapiten, ku është goditur anija? Po, pikërisht. Anija është kuvajtiane, po është goditur në Emiratet e Bashkuara Arabe. Që janë fiks përballë këtij ishullit, pra, ajo ka qenë aty në pritje për të kaluar. Dhe këta e kanë goditur? Po, aty ka rreth 1000 anije në atë zonë. Po, pse kanë godit pikërisht të për shembull? Ajo ka dalë. Si ka dalë? Janë dhe tjera që presin atje? Po, atë e ka zënë. Jo, ajo ka rëzdik. Po, sepse mjeti, shiko këtu, atje ka aqë shumë dëndësi anijesht, sa që ti mjafton të godasësh dhe me elastike një anije do të azëri. Pra ti thua, nuk është e shënjestruar? Jo, nuk është e shënjestruar, ata kanë bërë një goditje dhe e ka zënë pikërisht atë. Dhe më dhe në është një rastësi. Mund të kënë goditur dhe tjera, shiko, atje anijet janë në spirancë, janë rreth 1000 anije atje. Një mitësop që ringa të dy janë? Po, jo, vetë këte nga krau, ku është kjo? Këte nga krau i Emiratet e Bashkuara. Ja rreth 1000, mbi 1000 anije që janë në pritje të hapje së ngushticës së Hormuzit. Dhe prandaj them që dëndësia anijeve është e tillë që mjafton ti të godasësh dhe njërën do ta godasësh. Kapiten, ndërkohë, Ledjo të na shoqëroj, të shohim pak Irani që vendos tarif detare për anijet që lejon të kalojnë në Hormuz. Pagesa bëhet në juan kinez. Është ndaluar. Si është ndaluar? Është akt jo ligjor. Kur ke në luftë, nuk pyetet më për akte ligjore. Jo, është akt jo ligjor. Patjetër më që është ligjor. Dakor, po që kuj do t'ja vendos? Kjo është çmimi Ledjo. Po, sepse ti, po, s'ke faj. Për çmimin e pan, që është rritur Irani godit me 4 gallon, 4 për gallon, më i lartë ka 2022. Në 2022. Ka vajtur. është rriturjerë zakonisht, çmimi më i lartë i bie $1 për litër afërsisht. Dhe kjo tani ndikon gjithandej, ndikon... Shiko, po ta shikoj me vëmendje, lëvizja e presidentit Trump, në fakt të gjitha këto lëvizje që po bën që janë për shkak të presionit ndërkombëtar. E gjithë globi është duke i bërë presion. Ne shikojmë Shtetet Bashkuara, por situata është shumë me vështirë në Azi. Kanë filluar kufizimet në gaz, kufizimet në karburant, radhë të gjata, punohet nga shtëpia, nuk ka më naftë. Po themi, situata më e vështirë është në Sri Lanka, për shumë. Në Sri Lanka, po. S'ka fare. është pothuajse se kanë mbaruar karburant. Po vende varen të gjitha? Varen 100% nga gjiri persik. Sri Lanka, Tajlanda, Filipinet, Malajzia, India, edhe në Indi gjine, Pakistani, 90% e trafikut e tregtisë së naftës vin nga gjiri persik. Qartë. I importeve. Pra që do thot janë në një situatë jashtëzakonisht vështirë dhe të gjitha
këto vënde, apo dhe Europa është ditur, çmimi i Shtetit Bashkuar, të gjitha këto nuk është, i gjithë kjo është një presion që i bëhet presidentit Trump për situatën, sepse vendimi që ai mori ishte i njëanshëm dhe të gjithë thonë që ne po paguajmë vendimet e njëanshme, por çështja qëndron që presidenti Trump po konsumon një periudhë negociate, duke e ditur që bën vaki me shumë gjasa Irani nuk e pranon. Dhe data 6 është dita përfundimtare, nëse Irani nuk e pranon, unë parashikoj që aty do të ketë një stuhi bombardimesh, i bie centraleve këto tha. Stuhi bombardimesh nga ajri. Nga Trumpi. Nga Trumpi. Nga Amerikanët. Amerikanët. Do të ketë stuhi. Pra, ti thuan, dhe në 6 prill është një stacion që duhet pritur. Është dhe në 6 prill është data përfundimtare. Dhe si e parashikon, kapiten? Mendon që ata mund të riqen iranianët? Nuk e besoj, sepse kushtet në cilat gjenden palët është e vështirë që t'i afrojnë. Po mund të mbijetojnë nëse ky godet vërtet, sepse ato janë identifikuar se kishte godet to centrale që mbajnë me energji. Për momentin, po ta shikojmë me vëmendje, pika më e dobët është ngushtica, e cila ka kryer efekt global. Kurse goditja me raketa është, për mua, është në fazën përfundimtare, do të vazhdoj dhe pak dhe iranianëve me sa duket do të mbarojnë raketa. Kemi një video më duket Ledio të tregojmë të kapitenit. Kurse këto proxit, Hezbollah është duke u luftuar brenda në Liban, Hamasi nuk po ndihet dhe Houthi tani filloi që të reagoj. Që do të thotë që do të shikojmë një lloj reagimi ndaj këtyre, por pika më delikate e gjithë këtij operacioni është Hormuzi, i cili krijon presion ndërkombëtar. Dhe unë besoj që mbas datës 6 presidenti Trump do ta zgjidhë, sepse është i detyruar, shiko, në këtë luftë nuk ka rëndësi si filloj. Trumpi Ledio, atë mesazhin e Trumpit. Kemi një video me audio. Është në lojë dinjiteti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Është në lojë dinjiteti i Shteteve të Bashkuara. Pra ti thua ata do ta vazhdojnë me çdo çmim të punove. Do vej deri në fund, do ta bëjnë me çdo, sepse është në lojë. Dhe e dyta, të gjitha vendet, pavarësisht se nuk e ndihmojnë, të gjitha vendet janë pro Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Askush nuk do nga aleatë e Shtetit Bashkuara, që Shtetit Bashkuara të humbasin këtë luftë. Ose të dalin jo fituese. Sepse atëherë do të humbasin Hormuzin. Humbja Hormuzit do të jetë me kosto të jashtëzakonshme për ekonominë globale. Ti parashikon kasapana? Më fal, mbas datës 6 unë parashikoj stuhi, jo hyrje me forca toksore, por stuhi. Ti nuk e... Jo. Se është blof i gjithë i thonë do hinë me të... Është i gjithë, për mua është blof, por duhet me... Për çfarë po shkojnë? Jo, por është një lloj presioni. Gjitha marrin sa. Shko, në Amerikë ka disa konture të luftës. E këto janë përcaktuar 30 vite më parë. Ja, harta i tregon se nga mund të hyjë në tokë. Shiko, për mua janë të gjitha nuk... Hyrja me forca toksore e Amerikës do të ishte i kurth i jashtëzakonshëm. Pse ti thua do ishte bërë masakër ndaj do vritesh shumë amerikanë dhe vrasja e amerikanëve do të ishte që lufta në Iran do të mbaronte në Washington. Që do thotë? Që do thotë do mbaronte në Washington me rrëzim qeverie, me detyrim të rreqje, apo pra presioni i popullit amerikan do të ishte aq i madh në Washington sa i do të detyronte të tërhiqej. Që do të thotë që e vetmi opsion që mund të jetë mbas datës 6 është bombardim i jashtëzakonshëm deri në kontrollin e ngushticës së Hormuzit. Sot në fakt Irani nuk ka kontroll, të kuptojmë, nuk ka kontroll, por i mohon kontrollin palës kundërshtare. Nga pikpamja e teorisë detare, ka dy teori, ka kontroll dhe mohimi i kontrollit. Dhe mohimi i kontrollit. Pra, Irani nuk e kontrollon sepse nuk ka flot detare, por me këto çimga, me këto mishkonjat dhe me këto nëndecet, çfarë bën? Kërcënon palën kundërshtare dhe me drona dhe kërcënon palën kundërshtare dhe i mohon asaj të drejtën për të pasur kontroll. Pra jemi në kushtet që askush nuk e kontrollon nga pikpamja detare. Shumë interesant i koncepti i mohimit të kontrollit. Po, është një nga teoritë e detare, është mohimi i kontrollit kundërshtare. Pra, vërtet mund mos kesh kontroll? Po ti mohon kontroll. Është një njëjtë siç ndodh për shembull me Ukrainën dhe me Rusinë. Që do thotë konkretisht Ukraina nuk e kontrollon
detin e zi perëndimor, por i heq të drejtën Rusisë të ushtroj kontrolin. Sepse i bën dëm. Sepse i bën dëm me ata dronët, me ato raketat, me mushkonjat, pra nuk kontrollon vetë, po i mohon kontrollin dhe kundërshtar. Bukur shumë kjo. Kemi një audio, një video ta shohim, ta dëgjojmë. Jepi Ledio, ta dëgjoj që kapiteni, se do bëjmë një pauzë pastaj. Jepi Ledio ta shohim? You know Iran has turned the Strait of Hormuz into a toll booth? No official toll, but ships are already paying for safe passage. Since mid-March, ships have no longer used the normal route. Instead, they're forced into a narrow corridor inside Iranian waters. But how does this toll booth actually work? Before entering the strait, vessels must submit full documentation, ownership details, cargo manifest, crew list, and destination. That data is sent for sanctions screening and what Iran calls geopolitical vetting. If approved, ships receive a clearance code. The clearance code is verified over VHF radio. Then, ships are escorted by Iranian patrol boats through a tightly controlled passage near Larak Island. And even some ships are paying. At least 2 vessels reportedly paid toll fees, settled in Chinese yuan, with figures reportedly reaching up to $2 million per transit. Meanwhile, traffic has collapsed from 110 ships a day to fewer than 10, and thousands remain stuck, waiting for safe passage. Po pra, paka shumë ato që thamë tani me kapitenin. Ne do bëjmë një xhiro, Ledio, do ikim pak te... Po, s'kemi pauzë, do ikim të funizohemi qik me që jemi te naftat e benzina. Dakor, mund të shtrejtohet, po të faktën do të amini të qartë, të pasër dhe të mirë, mos e mini fake. Se në të gjitha rastë ju dini, dhe ku rritet çmimi, atë çmimi mund të rritet, po, vare si e merr produktin, vetëm te SPO Oili. Qofse do që të mbash makinën tënde në formë, të marri frymë lirisht, të japët performancë motorit, e tjera, mos ketë çek motori makina, si thot Gupi, mos ketë çek motori, duhet shkoni pikërisht te ky karburant, te ky stacion. Quhet SPO Oil, është i papar. Shikoni logo, nuk do harroni kur. Nisuni me kast nga shtëpia. Bëni sikur shkoni për kafe ose për një qok. Do shkojnë të furnizojnë makinën te SPO Oili. The fuel of champions. Është karburanti kampionëve. Bravo Said. Rikthehemi, Ledio. Dhe plaset fabula e tretë në ekran, Ledio. Lajmi. Nuk ka nevojë muzikë fare, se jemi brenda të njëjtës fabul. Aeroplanmbajtësia USS Ford, Gerald Ford, mbri në Kroaci, në Split. Tani, do dedikojmë 8 minuta për këtë çështje, 7-8 minuta. Kapiten, ti që ke këtë eksperiencë kaq të madhe dhe që njeh mirë detrat, je ushtarak i nivelit lart, ke qenë ushtarak i nivelit lart, komandant etj. Mund të më thuash, përveç Splitit dhe Kretës, një aeroplanmbajtëse amerikane që kujtësa e madhe është, do më thuash ti, ku mund të ndaloj tjetër? Në Shqipëri jo, nuk kemi. Në Shqipëri, shikoj, e para që të brendzosh... Mu përgjigje për këtë, në portet këtu, në mesdhe që jemi ne, përveç Splitit dhe Kretës, në Kretë ndaloj ajo tjetra, kush ndaloj në Kretë? Deri tani, për shumë, po të... Apo e njëta, është e njëta, po. Kretë dhe Split vend. Vetëm të dyja, nuk ka tjetër. Në mesdhe. Në mesdhe. Po tani, më pse, ti ke portin e Selanikut që është gjithashtu i madh. Ke portin e Pireut që është gjithashtu i madh. Po, ato kanë disa rregulla që lidhen me sigurinë portuale. Dakord. E këto ka çdo vit, të gjitha portet në botë inspektohen. Që do thot? Nga forcat, nga roja bregdetare amerikane. Që do thot? Ai nuk është port civil në Split? Jo, ajo nuk futet në port, është në Spirancë. Në Spirancë. Por këto kontrollojnë nivelin e sigurisë së portit. Shiko, të futësh një aeroplanmbajtëse në një det të mbyllur, do thot duhet të kesh siguri shumë të lartë. Sepse të godas një aeroplanmbajtëse të tillë, domethënë është një katastrofë në fshehtë, është $15 miliard kushton aeroplanmbajtësia, 11 të tilla janë që kanë amerikanë, dhe kushton $15 miliard një aeroplanmbajtëse. Ka rreth 100 avion, 90, 80 dhe 100 avion, ka një ekipazh për 6.000 vetë. Pa llogaritur këto luftanijet që i vjen nga mbrapa. Pa llogaritur, një aeroplanmbajtëse normalisht në situatë lufte, ose në rajone të rrezikshme, lundron me nga 5 dhe në 15 anije që e rrethojnë. Dhe ajo prandaj quhet grup aeroplanmbajtës, nuk quhet, është një aeroplanmbajtëse dhe në bordin aeroplanmbajtës gjendet dhe komanda e grupit aeroplanmbajtës, që ka në grupin e saj ka rreth 15 anije, ku janë destroyer, kryqëzor,
në ndetse, anje tanko desante, anje ndihmuse që janë për furnizimin. Ndeci është në vend tjetër, është poshtë ujit, që shoqëron thoni ju. Mund tjetë edhe në ujë, por ato rrinë në sistem rrethor. Dhe në ndeci është e fundit në rrethin në rrathët që rrethojnë aeroplan mbajtjes. Mbas aeroplan mbajtjes vinë anjet ndihmuse, pastaj vinë kryqëzorët, pastaj vinë Po vetë aeroplan mbajtjes që mban 6.000 njerëz atje. Kapacitet. Po. Që janë ushtarak, po jo vetëm se janë dhe kështu atje. Ushtarak, të gjithë. Mi, dakor, po janë dhe civil që punojnë kuzhine, kështu se është qytet. Janë të gjithë ushtarak. Qytet vetë, është lagja, apo jo? Janë ushtarak. Janë të gjithë ushtarak. Të gjithë ushtarak. Dim që sa e madhe është, se kjo duhet... 3 fusha futbolli, 317 metra. Kështu e gjatë. 75 metra e gjërë. 100.000 tonë. Ta francezi që mburen me Charles de Gaullein. Është me vogël, afërsi sa gjysmë e kësaj. Është sa gjysmë. Sa gjysmë e kësaj. Po, gjithsesi, ka kapacitete goxha, krahasuar përveç Amerikës, tani ka filluar dhe Kina të prodhojë një aeroplan mbajtëse të mëdha, po e ka të parën që po e ndërton të madhen 70-80.000 tonë, kurse të gjitha vendet e tjera, duke Rusia nuk ka fare. Thjesht kushton shumë, apo është teknologji e lartë Jo, shiko, ajo është fuqi ajrore në det. Ajo është ishu në det. 2 aeroplan mbajtëse kanë 160 avion. 2 aeroplan F-35-a, F-18-a... F-15, kanë F-18, F-35, kanë edhe Avaxin. Avaxi ose versioni avioni radar, që u goditën. Para 2 ditësh goditën një avion në tokë në Irak, një avion Amerikan, a ishte avion E2. A ishte E2 shqyët, po është versioni Avax i forcave aerore. Është më i vogël se Avaxi, është ai avionin që ka atë radarin. Që u vranë më duket, u vranë atje, u vranë ca ushtarë që ishë napë. Plagosën më duket. Plagosën po vdicën? Jo, nuk kam vdekur. Ajo ishte tjetra që vdicën ishte me C-130. Jo, e di unë, them kjo e fundit e para 2 ditë. Nuk jam vrarje. Dakor. Dhe që ndodhë dhe në forca aerore e quan Avax, kurse forca detare e quan E2. E2 ishë më i vogël. Kapiten, se jam shumë kurios, se ti i njeh mirë dhe njeh dhe me detaje. Pra do të thotë që kjo është futur gjithsesi, ka ardhur në Split, erdhi nga Kreta. Po. E para njëre duhet më thuash, Spliti ka certifikat sigurie që mund të vinë aeroplan mbajtëse e tillë, Është e sigurt. Është e sigurt. Pra, po sigurt të ishte për shkak ta kishte Durrësi ose ku diun Vlora, një kapacitet. Do vinte në radhën e Durrësit. Pra pas të thuash, do ishte e sigurt dhe Shqipëria? Jo, shikon, nuk ka lidhje me shtetin. Nuk ka lidhje me shtetin. Po çka ka lidhje? Ka lidhje me sigurinë portuale. Që do thotë? Që do thotë atje nga pikpamja e kontrolit portual, apo sigurisë detare e tjera, është kontrol më i mirë. Që do thotë? Që do thotë që Ania është më pak e kërcënuar nga... Po nga kush kërcënohet Ania? Po sepse, shiko, nuk duhet ta marrim të mirë që ka kërcënim. Problemi është që cili është niveli i kontrollit të ligjit që ka një shtet në det. Nuk ka lidhje që kërcënohet Ania direkt, por ata bëjnë testimin, thonë, ka aktivitet jashtë ligjshëm në det, ka policia e kontrollon, nevja e kontrollon 100%, a e kontrollon, ka në kontroll të plot. Pra, ata shikojnë këto element dhe pastaj kuptohet që aeroplan mbajtësia ka dhe ajo element të saj të sigurisë, por që ata bëjnë një lloj kontrolli nga pikpamja e sigurisë. Por në Suda, për shembull, ka dhe një element që është në Suda, se në Sudave në Kret. Po Suda quhet porti në... Pse erdhi nga Kreta? Kjo ka pas probleme më duket. Pati një zjarr në bord. Jo, po mua më thanë që pati dhe probleme në për tualetet, u prishën tualetet. Shiko, funksionojnë tualetet. Komandanti Isaja ka një histori me komandantin. Janë prishën tualetet, komandanti Isaj nuk mori masa, dhe a ishtë në netim, komandanti jarë. Është në netim? Është në netim, komandanti jarë. Pasaj mori flak guzhina. Mori flak guzhina, pra pati një zjarë, por komandanti është në netim sepse nuk riparoj tualetet. Shko, ki parasysh, ata janë... Pra, ku e mendon të vjen dhe për të qeshur? Jo, pse. Si mund prishën tualetet e një... Se kjo është kullë, po e shtrinë në dete. Tualetet prishën normalisht. Nuk janë tualetet zakonshme, janë me sistem presioni. E di pra. Janë me sistem presioni uj. Nuk janë të zakonshme, si që kemi ne. Qartë. Ka një lev që atje futet me presion uj që të dali. Por, thelbi që ndronë këtu, ki parasysh, pse bëhet kaq problem prishja tualeteve për një të merret në hetim një komandant. Ata kanë 10 muaj në det.
kanë 10 muaj. Dhe janë 6.000 njerëz brenda. Janë 6.000 njerëz kanë 10 muaj. E imagjinon do të për 10 muaj ti të jesh në një moment, ti ri 3 ditë në shtëpi pa shtëpia dhe ti ikën mendja. Nëse ata kanë fusha atje që luajnë, bëjnë stërvitje dhe kështu të shumë madhe. Por nuk kanë ato marrëdhënie familjare, tjera nuk u lejohet të hyjnë në chat, kanë kufizime nga pikpamja komunikimi. Po s'përdojnë ata celularet dhe gjëra. Pra, nuk është aq e thjeshtë sa duket. Hanë të njëjtin ushqim çdo ditë, pra. Po pse të njëjtin, kapiten? Po kështu është, domethënë një ditë, kur them të njëjtin ushqim. E ka fjalën që është 1-2-3 ditë ndrohet ushqimi. E qartë. Nga kupton? Kur ishim në Afganistan, ne kishim një njëjtin ushqim, kishte ajo kompania private, kishte një djalë nga Maqedonia, ai nuk ishte shqiptar, ishte ortodoks. Dhe ai na bënte fasule një në dy javë. Si ishte kjo, më pëlqeu kjo, nuk ishte shqiptar, ishte ortodoks. Ishte ortodoks Maqedon. Ishte ortodoks Maqedon. Është inkonshi, i del inkonshi. Edhe ai na bënte një në dy javë fasule atë. Pra, shqiptarët çfarë janë, nuk janë ortodoks. Çfarë janë? Jo, ishte. Ishte. Ndoshta e doli si... Turqë, po, të doli pa dashje, kuptova. Edhe problemi ishte që ai na bënte një në dy javë fasule me mish të tha. Atë ditë ne kishim ditë feste. Edhe? Pra, kur ishim në Afganistan... Edhe s'mund të hanit fasule me mish të tha? Jo, hanim fasule me mish të tha, sepse na vinte tek mi idea jonë, tek mënyra e dakor, e kuptova. Pra, kurse ata kanë të njëjtin lloj ushqimi, po thuaj se çdo ditë, apo ndrohet 1-2-3 ditë. Dhe si shpjegohet mo, kapiten, se ti njeh mirë detra dhe anijet, si mundet për shembull që kjo perlë që kanë bërë humanët, se 11 perla tilla ka amerikanët, kurse kanë 1000, të vuajnë nga tualetet, a mund të ma thuash më kur? Pra ata çfarë s'kan atje? Shiko, ki pras. Rin sa avion arrin sipër? 80 dhe 90. Qa s'ka tjetër, këshu, gjëra radar që lidhen me... Edhe ju më prishën vëcët, kapiten, a mund të ma thua... Lufte, e kupton tani? Jo, pa, e s'ka ndodhë situatë lufte. S'ka lidhe me luftën e vëcëve. Ajo kishtë ndodhë për para, kishtë koha e kishtë ndodhë. Anijet ishin afruar, shiko, pavarësisht, anijet ishin afruar ko për para. Kjo ti e mban mend, kjo vajti... është afruar ko për... Mirë, po, ato ishë... Prandaj u këthy në kret kjo, për të reguluar. Pastaj varet edhe nga komandanti anijes, ta i dhënësh ai ndaj personelit, ndaj, jo, po themi, jo, ndaj dhënë nga kushteve të personelit. Njerëzit kanë profile të ndryshme, varet nga vinë, sa ke jetuar me personelin, cila është karriera jote, ka njerëz që në moment që marrin drejtimin, merren vetëm me krijimin e kushteve të personelit. Pse? Sepse e kuptojnë që kushtet e personelit rrisin moralin. Ka komandant që nuk i kushtojnë rëndësi. E kujtojnë se morali rritet në mënyrë automatike, se urdhri i tyre zbatohet në mënyrë automatike. Pra është një lloj, ti ke punuar, je vetë sot në drejtim, po dikur ke punuar dhe për dikë tjetër, dhe e kuptoje që kur ndroi 1 dorë, 2 dorë nga drejtuesit, thoshe ky ishte më i mirë, shqetësoj për ne. Ky nuk shqetësoj, ky t'jep moral, ky s'tjep moral. Pra dhe njerëzit janë të ndryshëm. Komandant amerikan vërtet janë shumë të mirë, po dhe ata janë të ndryshëm. Po sigurisht. Fakt nuk di çfarë dyshejsh përdorin atje. Toaletet mund të çojnë në një sistem për shembull ku ata i kushtojnë. Po nuk ma the pse erdhi nga Kreta në Split. Ishte në Kretë kjo për të rregulluar. Për një, shiko, nuk ka ardhur për, shiko, përpara se ajo do ikin Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe në praktikën amerikane është për të ulur stresin e personelit, ajo vete në Split dhe personelit do dalin tokë me radhë. Dakord. Do dalin... që të bëjnë që pushim. Do të bëjnë që pushim, kalojnë i klubnate, pinca bira, dehen, do të gjoshti, po të futesh sot ose nesën në gazetat e Splitit, ka që Amerikanë u ranë në këtë klub. Pse mund ndodhin këto? Po, janë gjëra që ndodhin. Në çdo sa herë që vjen në një... E këpton që vjen në një qytet... Po se vjen pinat atë shkret atje, se të kanë gjithë konë det. E gjithë konë dhe... Po në Kret, dorën në Kret? Po, pa diskutim kanë dalë, kanë bërë dhe shere. Bas janë deur. Me dhe në është praktike njohë. Po për seksin si nuk përdorin dy çështje. Këte ka zgjidhur, u zgjidh njerë, po e ke parasysh që pse i thonë hooter prostitutave në Amerike. Ditë pse i thonë hooter. Jo, nuk e di. Po, i thonë hooter. Këtyre që rinë në rrugë, u thonë hooter. Dakor. Si i thonë në frëngjisht, se ti e frankofon. Dhe pyt. Dhe në fakt, hooter vinë jo sepse, vinë nga fjala, vinë sepse bara 100 ca vjetësh, generali hooter, për të ngritur moralin e personelit të ti, futi prostitutat në repart. Dhe normal. Dhe ngriti moralin e personelit. Pra kjo është mënyra... Si ja bëjnë tani këta në këtë? Ja,
Si ja bëjnë? Si ja rritë, me thënë, ikë në majtë malit një javë dhe gjenë si ja bënë. Durrës Tiranë. Ikë vetë. Tiranë Durrës. Por më do të kenë dhe femra atje brenda në, do të kenë dhe... Po është ndaluar kategorikisht. Është kategorikisht ndaluar. Do me thënë, në qofë se verifikohen marrëdhënie seksuale. Nuk lejohet? Në qofë se Si ka menduar Amerikanët të gjithë? Herë në gjithë që... Sepse ajo do të shturte gjithë disiplinën. Në qofë se verifikohen marrëdhënie seksuale, brenda repartit, ajo qonë dhe në përjashtim nga forcat e armatosë. Nuk po them të shkojmë me ushtarakët, Jo. me kuzhinjeret ose me këto... Jo, nuk ka rëndësi. Të gjithë janë ushtarak aty. Edhe kamarierët. Të gjithë pa përjashtim, nuk ka civil. Ka civil. Ledio, futu njerë, shikon njerë në sajtet e Splitit o plak. Marrë një vesh, kanë britu në Split. Po. Kanë dalë ata tani, shikon njerë qa bëhet, dha. E du t'jenë të kënaqur shumë korat tani, se ka vedonoj lek atje. Po do të provojnë dysheket për para. Lek i madh. Po do ikin të dysheket tani, po me që Spliti fjale... qyteti madh janë 6.000 veta. E imagjinon do t'i zbresësh në Durrës. Edhe 6.000 të tjerë. Po t'i zbresësh 6.000 veta në Po, Durrës. normal. Imagjinon ti... Interesante shumë të ishte. I meno po të vini në Vlorë ato, kapiten, se që ato ndonë. Në Vlorë nuk kanë ardhur, anija më e madhe që ka hyrë në Vlorë, në Shqipëri është 20.000 tonë. Anija amerikane, USS Wasp. Po kjo, sa ton ishte kjo? Kjo është 100.000 tonë. 20.000 ka ardhë me madhe. 20.000 është më e madhja, në vitin 2005. E kuptova. Ora është 10:46 minuta, zënë të jemi live me kapiten Artur Meçollarin për qefin tonë, po dekriptojmë që ka aktualitetit ndërkombëtar dhe po flasim për Iranin, për luftën atje të reja më të fundit, ndërkohë me i po flisnim dhe për kushtet e marinsave. A qënë marinsa këta? Jo, ka qënë detar. Marinsat janë këmësoria detare. Po këta të deti si qënë? Ka qënë detar. Detar. Marinsat janë këmësoria detare. Ndërkohë çudi e madhe se marin vjen nga deti, me Po, por... mare. Këta qënë sailor. Sailors. Kurse ata qënë marin. Pra, çfarë do të ndodhi në Ania apo në Tokyo do të duhet dyshek i mirë. Dhe ku do i gjeni vetëm të Dorelani. Po pse do thoni ju se është e para dyshek cilësor i certifikuar. E para ka llojet edhe e dyta ka llojet të ndryshme dyshekësh për sportistë, për marinar, për ushtar, për njerëz që kanë dhimbje qafe këto. Urgjente Dorelani sepse deri në fund, në fakt tamam fundi ishte sot në fakt. Po ka përshtimin se vazhdon do kujtoj nesër ata të Dorelanit të më nisin pak të rejat e fundit. Vazhdon 50%, unë them që vazhdon dhe do të vazhdoj dhe nesër. Edhe pas nesër, edhe i sa ditë, se ndryshe do kisha lajmërim, nuk kam lajmërim nga Dorelani, po. Urgjent se ka super çmime, fuori tutto, tonë italianët. Pra i shet të gjitha Dorelani. Shpëtoni njëre mirë, i jepi rëndësi gjumit. Si pëlqeu, e ktheni prap pas një muaj, merrni dhe lekën mbrapsh, e pa parë pa dëgjuar. Dorelani një super brand ndërkombëtar zonja zotërin, me mbi 2000 dyqane në gjithë botën, me mbi 55 vjet eksperiencë, italianët ju e dini bëjnë perla, sidomos në këto gjëra. Besojeni dyshekve Dorelan, do ndryshoj jeta totalisht. E gjeni ose te -1 Shtegu, ose në qendër tregtare presi shumë në autostradë, kilometri 12, ose përballë kompleksi Deli Orgji të Rrugë e Kavajës. Dorelan dormire bene, vivere meglio. Vazhdojmë dhe pak Radio, sepse pastaj se do ta mbyllim patjetër në orën 11 me kemi edhe 8 minuta kohë. Jo, më 8 minuta, kemi edhe 12 minuta kohë. Para se ikim te Qileku. Kthehemi pak. Një sekond. Ishim pikërisht tek kjo, shikoj tani informacionet, kapiteni më thon USS pra përveç se mbritin ka mbritur në 28 mars, pra sot jemi 31 para 3 ditësh. U troq nga deti Kuq pas zjarrit të 12 marsit ku 3 marin u plagosën. Këtë po e them për njerëzit që vinë tani që nuk e dëgjuan bisedën tonë. Pas riparimeve fillestare në Suda Bay në Kret vazhdoi drejt Kroacisë ku ti kapiten sapo më shpjegove se atje besoj do rinë disa ditë ata apo jo? Besoj do të rinë 2-3 ditë. Tani, në këto 8 minutat e fundit kapiten që më kanë bërë dispozicion, sonte me ty, jam kurios ta di. Në fillim të emisionit, kur unë të pyeta të thash, po ne kemi, leti do na kthej prapa të foton tënde me atë anije në GMD-n, gjuajtës i madh detar. Ledio, që se mund ta kthesh. Ti më the që ne nuk kemi asnjë anije si kjo. Ç'a anije ushtarake kemi aktualisht? Ne kemi aktualisht sot 4 patrulluese detare që janë prodhim
marka është holandeze, por janë prodhuar në Pashaliman. A janë prodhuar këtu? Po, në Pashaliman, 3 nga ato, njëra në Holland, dhe janë prodhuar në bashkëpunim me një kompani holandeze që është Damen Shipyard. Është kompani serioze kjo? Shumë serioze. Që bënu anije ushtarake? Po, që prodhon dhe anije Po ushtarake. janë këto anije luftarake? Po, janë ushtarake, në më thënë, dhe janë kryesisht të rojes bregdetare, jo të Navy-t. Pra nuk janë për sulm këto? Jo, janë anije të rojes bregdetare për zbatimin e ligjit. Dakord. Po ne anije sulmi për shembull. Jo, nuk kemi më. Nuk kemi më anije të tilla, ne kemi kryesisht anije të rojes bregdetare. Të rojes bregdetare. Tani, si ka mundësi që Shqipëria, që duhet thënë vend i vogël, po prap buxhetin e ka të lartë apo jo? Rrjepje pa parë bëhet taksave të këtyre të qytetarëve këtu. Si ka mundësi? Kaq shumë kushton një anije luftarake mirëfill? Jo. Po pse nuk e bëjnë? Kushton një anije tillë, kushton aq sa jo tillë si kjo, unë them të marrësh moderne sot. Moderne, po them një korvet. Korvet. Një korvet. Korvetë ku e bën korvetën amerikane? Korvetë e bën dhe kompania Damen do prodhonte këtu, po e përzun këta, do marrin italianët tani. Dhe problemi është... Damen është kompania holandeze që ka prodhuar anijet me ne. Dakord. E përzun këta, tani do marrin italianët. Po? Dhe anijet e prodhimit Damen, tani do na i riparoj Fiati. Dhe me thënë, Benzin e riparon do të Fiati? Jo. Edhe ne do na i riparoj, anijet holandeze do na i riparoj një kompani italiane. Do na i riparoj? Po. Mirë, po, para se vim të riparimi. Prit, e ka këtu. Një anije korvet luftarake është 2 herë sa rritja e çmimit që ju bë brenda 24 orësh tunelit të Llogaras. Pyta. 2 herë më thënë 100 milion. 100 milion. 100 milion euro. Kaq kushton. Asgjë s'është. Asgjë. Asgjë nuk është për të pasur një anije. Një e tillë. Po kjo anije është vërtet anije që ja vlen. Anije luftarake me topa, me bomba. Çka ka brenda? Çdo gjë. Çfarë shikon ti te një anije, te një korvet italiane, te një korvet holandeze, te një korvet... Si quhen korveta këto të gjitha? Quhen korveta, janë anije lufte. Janë europiane? Janë europiane. Jo, ka gjithë bota, po prodhojnë europianët. Prodhon Italia, prodhon Holanda, prodhon Gjermania, prodhon Franca, Spanja, pra Britania. Po këta grekët janë kurios, nga i marrin? I marrin kryesisht, këta i kanë... Se këta janë të fortë në det dhe këta? Kryesisht franceze. Këta janë të lidhur me Francë. Marrin Rafalet franceze? Jo, edhe anijet i kanë franceze. Po, kanë këta nuk prodhojnë vetë anije, se këta ka prodhuar gjithë tjetër, që në antikitet. Nuk prodhojnë anije luftarake. Po pse? Nuk munden? Jo. Nuk kanë kapacitetet tilla të prodhojnë... Pra ta janë më shumë të civile janë të fortë. Të civile aty janë të fortë, por jo të kanë një luftarake. Ato i marë, për shumë së fundi, kanë marë fregat nga Franca. Ka marë një fregat? Po, i kanë marë 3. Fregatat, kur ndryshime i fregatës nga korveta? Korveta është janë një tepër e specializuar. Po fregata? Fregata është shumë misionshë. Shumë misionshë. Është shumë misionshë. Shqipërisë për shumë ti që je... Korvet, i duhet... Intereson korvetat? Korvet. Korveta është janë një vogël e specializuar me pak personel, gjatë 60 dhe në 90 metra, kurse fregata vete 150-180 metër. Pra, shumë e madhe. Për ne nuk kemi kapacitete që ta mbajmë, sepse përveç se ti e merë, e para duhet kesh fond për ta mbajtur, që është mirëmbajtja e lartë. Është e shtrenjtë. Duhet kesh personel. E këto, një korvet ka personel 50 dhe 60 vjet, një fregate ka 120 vet. Pra, 120-150, që për ne është shumë. Dhe në këtë mënyrë, korveta është anija më e përshtatshme për ne, për ta mbajtur. Dhe në të kaluar, dhe kjo është një korvet e lehtë, jo korvet e zakonshme, por është një korvet e lehtë. Ka pas një gjatësirë... Se korvete quhen edhe këtë ju? Dhe kjo është tip korvete, por e letë. 322. Po, është... Në qa viti kanë bërë rusët të? Këte kanë prodhuar rusët në 54, në Shqipëri ka ardhë në 58 dhe ka dalë nga armatimi në vitin 2012. Dori sepse ishte u bërangale, nuk funksionat më? Po, shkoq, unë kam qenë komandant i kësaj kur kjo ishte 35 vjeçare, 30 vjeçare. Dhe ne hanim dynjan për ta mirëmbajtur, kur kishim një kantier me 800 punëtor. Përsi me pas sot për shumë një makinë me 600 kilometra. Do më thënë, është shumë shumë ta mirëmbash se sa të jetë. Pra, një anije luftarake, në qoftë se kalon 30 vjetë, pa një modernizim në mezin e jetës së saj, është e vështirë të mirëmbahet. Dhe maksimumi që mund të jetoj mund të jetë 35 dhe 40 vjetë, jo më shumë. Edhe prapër shumë, kare. Një aeroplan mbajtëse, anija që jeton më gjatë, ose që është aeroplan mbajtësja, që është 50 vjetë. Por aeroplan mbajtësja ka një gjë, që 2 herë furnizohet me karburant. 2 herë furnizohet në jetën e saj. Ditën që prodhohet dhe mbas 30 vjetë, se ka reaktor bërthamor. Ka reaktor bërthamor.
Ka 30 vjetë e ka karburant. Qarë perle. Pra do më thënë, po po në sekundë, ja dhe nëndecet me këshu Dhe nëndecet me reaktor bërtamor. Që do të thotë ato nuk ka gjë energji. Jo, ato njën 30 vjetë u ndërojët vetëm lënda bërtamor. Ja, kjo është perle, për shumë. 30 vjetë. Qarë perle. Me qëra fjalla, se po më vi lajme ndërko, po nuk duha ti nga biseda jote, sepse jam në minutat e fundit. Për sonte. Më vjen lajmi që, dhe më mërziti pak, të më drejtën se sot doja i të fiton të Kosova me Turqin, pas ka humbur. Mbarojnë deshe, Redio? E se Turqia është ekip, do më dhe me përvoj, Po mi, po prapë është vëndi madhë, dhe ata kanë 28 sa vjetë që nuk kanë marrë pjesë dhe kuptohet që janë shumë luftarak, premion dhe ata e kishin shumë të madhe. Futet Turqia tani me këtë fitore, futet në botëror. Po, futet në botëror. E kam ndeshjen me Shtetet Bashkuara. E kam ndeshjen me Shtetet Bashkuara të parë. Pse është, ka është shorti? Është edhe shorti, dihet, me thënë, dhe ndeshjen e parë e kam me Shtetet Bashkuara Turqia. Edhe pse, je interesuar për to, kapiten? Jo, i digjoj, kështu, duke... Erdogani me Trumpin, do me thënë. Po, në një famyre, po. Pra, për të rikëthuje në këto minutë, derisa të bjerë gongu le djokur, bjerë gongu do e mbylli me kapitenin. Pra, kapiten... Po, kemi dhe një... E di, do ikim tani. Apo ikim tani me kapiten për një sekundë. Ikim të luleshtrydhja më mirë. Po. Ikim pak të luleshtrydhja, për të kuptuar pak se çfarë ju duhet fëmijëve tuaj në dhomë në gjumit. Se nga ndonjëherë, ju i bini shkurt se s'keni dhe faj. E para njerë mund t'jeni keq me lek dhe thoni blenë sa gjëra të lira t'ja kompletojnë fëmijës, bebes, ku diun, fëmijë i vogël, t'ja kompletojnë dhe edhe fusni mobilje që s'du t'i fusni në shtëpi, kujdes, do t'jenë certifikuara. Pra do shkoni vetëm te Qileku. Ç'është Qileku do thoni ju, është brend ndërkombëtar i papar në mbi 100 shtete. Qileku është i vetmi vend ku duhet shkoni të merrni mobiljet për bebe, për fëmijë dhe për të rinj. Pse do thoni ju? Se janë certifikuara nga TUV. Ka ulje të papara Qileku deri në 40%. Mos harroni, 40%. Dakor? Dhe me qëra fjala, shikojni mobiljet, stilin, gjyrat, të gjitha, janë Qilekun e dini ku e gjeni? Po, është e thjeshtë. Ose përballë të kompleks derior të rruga Kavajës, ose të qendra tregtare Prestigjhome në autostradë, kilometri 12, ose do futeni në internet, do shkruani qilek.al, bam ju del faqe Qilekut, gjithë informacionet atje, ose në Instagram, ju partizantë të Instagramit, Qilek Albania bashkë. Qilek, mobilje për bebe, fëmijë dhe të rinj, luleshtrydhja, bravo, super Qileku. Certifikim total. TUV, nga TUV. Kapiten, sigurisht që unë një nga këto ditë shumë shpejt, do të ftojnë emision si sot, madje do jemi në të njëjtën pozicion, bile do doja të ishe me të njëjtën veshje, si sot që se do ma mbash mend. Do shikoj veten dhe do vesh të njëjtën. Bravo, do mbaj dhe unë të njëjtën xhaket, sepse do dua ta gozoj si vazhdimi i këtij emisioni. Në fakt se nuk pata kohë sot, aq shumë motoroj që Irani me ty. Dhe thashë vete, nga i pëlqeu shumë thashë vete ta bëjmë një emision tjetër, thash statusin tënd që për të kuptuar pak përplasjen, interesat, intrigat që kanë ndodhur, që kanë ndikuar pastaj në qeverinë shqiptare. Çka ka ndodhur midis amerikanëve dhe francezëve? Pse janë mërzit amerikanët me ministrin, ish ministrin e brendshëm sipas teje, do më shpjegosh ti të mbrojtjes, më fal. Piro Vëngun, ju keni së thuash një pistë tuaj shumë interesante, të cilën e shkruar atje në Facebook, po do kemi mundësi ta zhvillojmë bashkë. Dy fjalë të fundit për sonte kapiten, jam shumë kurioz ta di. Sipas sa logjike që po flisim tani për këto. Jo mos e hiq atë titullin e fundit le të që kishe, vuri edhe pak sekonda derisa të mbaroj emisioni. Ka shumë njerëz që thonë, ora një sekond, Kosova po armatoset. Po Shqipëria pse s'po e bën? Në fakt, po dëgjohen zëra që edhe këtu kanë filluar ca kontrata, se ç'është një Roni Efet, një izraelit që është lidhur shumë me qeverinë shqiptare tani dhe ka dhe një lidhje me këtë ministrin e ri të mbrojtjes që u vu, ka punuar me të përpara, ka një lidhje me këtë kompani që u hap, është një kompani e çuditshme. Kajo, po. A duhet që Shqipëria të armatos të kohërat vështira që vinë në rastin e një skenarit keq, në thonjza të keq se mund të jetë dhe i mirë, nuk e dim, të prishjes NATO-s për shembull. Shqipërinë kush mund ta mbronte në momentin që NATO do
do Jo, shiko, A ke i të njapë një skenar katastrofë? Varianti pritjes NATO-s është shumë hipotetik, më ka pak gjatë. Jo, po mua më interesoj që ne ta bëjmë si kur të nuk ka ndodhur. Thelbisht që thjesht. NATO-a ka vendosur të gjitha vendet e NATO-s do të armatosen. Do të armatosen. E ka vendosur. Po Shqipëria ndërkohë ti thua s'ka asnjë këshumë, jo korvet, s'ka asnjë si quhet këto. Për shembull, Kroacia po armatoset. Po pra, ka kohë. Sepse në fakt është objektivi i NATO-s, po armatoset brenda kuadrit dhe objektivet NATO-s. Nëse deri para një viti ishte 2%, tani ka vajtur që brenda 10 viteve apo 15 viteve duhet të shkojnë 5%. Që do të thotë që vendet e kanë detyrim të armatosen, nuk ka lidhje me kërcënimin. Kërcënimet e ka përcaktuar NATO dhe kërcënimi është Rusia. Por, thelbi qendror që ne kemi një kërcënim tjetër si komb, i cili na detyron akoma më shumë që të armatosen. Dhe kjo është Serbia. Pyetja është, Serbinë e kërcënon njëri? Jo, sepse me Rusinë është aleate. Pse armatoset? Po sepse është rrethuar nga armiqtë e Serbisë. Rrethuar nga NATO. Por ata nuk do ta sulmojnë. Po të ketë mundësi të bëj mohimin e... Ose kërkon të rimari teritoret. Pra, qëfar, po pret momentin e dur. Minimalisht, të bëj mohimin e kujt? Mohimin e kontrollit. E kontrollit. Pra, të prishin të bëj dëm. E përdor si shkuraim, ose deterencë. Edhe normal më duket mua kjo. Influencë. Si ndodhi Banjska. Si ndodhi Banjska. Si jemi në qasët e fundit, nuk duhet të ombasë. Pra, ne duhet të armatohet. Kush e mbron? E para, NATO-a përdoret shpesh termi Shqipërinë mbron NATO-a. Greqia dhe Italia thonë që patrullojnë me kështu. Patrullim, dakord, por NATO-a është një organizat që ka vetëm 12 avaks në inventarin e saj. Të gjithë armatimin e gjithë fuqia është e shteteve. Dhe parimi në NATO është të gjithë për një dhe një për të gjithë. Pra, nëse pret të ndihmojnë, duhet të ndihmosh më përpara, NATO. Pra, duhet të armatosesh sot që nesër të ndihmojnë NATO. Pse Shqipëria s'po e bën? Me pak fjalë. Sepse neve kemi ndryshuar prioritetit, jemi shumë të dhënë mbas korrupsionit. Dhe në... Korrupsion mund të bëndet edhe me armë dhe me anije. Jo, nuk është qik më e vështirë. Se? Është më e vështirë, sepse janë kontrata sigurie. Me këtë do bësh korrupsion, do bësh me Lockheed Martin? Shiko... Jo, po mund të bësh me një kompani tjetër? Atere, po problemi është që është një qikës më e kontrolluar. Dhe qa ndodh? Do flasim në emisionin tjetër për Lockheed Martin. Dhe qa ndodh në me tek tunelet, tek rrugët, tek këto është me thjesht. është me thjesht. Ora është 11:02 minuta, unë kënaqja shumë sot si një parje, si një takimi parë që pata me kapitenin në studio. Kapiteni është i njohur me dedikisht nga të gjithë ju, sepse ka vite që del në për emisione. Unë për herë të parë sot të shpreh kënaqësinë kapiten për këtë bisedë që bëm shumë të këndshme. Të rregojmë ndjes për ritmin pak të shpejt, ndoshta do të kishim marrë pak më të shtruar. Por unë them që para do kemi rast tani, sepse do kemi pas 3-4 ditësh edhe unë dhe urdhër të mbaj këtë uniform. Jo urdhër. Po urdhër, ne quajmë urdhër. Është shtarak. Jo, vetëm urdhra si jap dot. Por qefin tim thash se duket si vazhdimi i këtij emisioni, prandaj kam qef që të jemi në të njëjtën pozicion. Ne dhe rekomandimet i quajmë urdhra. Dhe këshillimet i quajmë urdhra. E di se e kam pasur babain ushtarak. Megjithatë fjala, do ju pëlqej shumë biseda tjetër do bëj me kapitenin. Unë sot po ju lë këtu, po falenderoj kapitenin edhe një herë për kënaqësinë që na dha dhe për dekretimin që i bëm aktualitetit në lindjen e mesme zonës Zotrin, por folëm gjithashtu pak edhe për Shqipërinë, ku morëm vesh sot nga një specialist që Shqipëria nuk ka asnjë anije luftarake, ka vetëm disa, si i quajte... Anije të rojës bregdetare. Anije të rojës bregdetare, vinë vërdalët për të parë çfarë, ose për të parë, për të kontrolluar, ose për të ndihmuar në trafikantë që ikën. Forcat detare e ka planifikuar anijen luftarake atë korvetin që në vitin 2011 dhe nuk është financuar akoma nga qeveria. Po në i lektat huaj për t'ja dhënë Shqipërisë tonë, i kredi nuk t'i japim shumë për të marrë një korvet? Kredit i merë qeveria, nuk i merë ushtri. E qartë. Në i ndim, në i grant, jo, korveta nuk mund... Po maksimumi 100 milion të kushton apo jo? Po, 100 milion për një korvet. Që s'janë asgjë. Për shtetin, edhe për shtetin shqiptar nuk janë asë një. Ku mendon sa miliona harxhohen këtu për shumë për akshin? Jo sa harxhohen, sa vidhen. Pyta. Kapiten, nuk ta them do ditën fix, po ka shumë mundësi të jetë
sot që jemi fundi Marsit, ka shumë mundësi të jetë brenda 10 ditëshit në 10 ditëshin e parë të prillit. Se e kam një agendë dhe dua të respektoj. Flasim për sa historitë pa para, që vetëm kapiteni i di. Po, me je fjalë kapiteni që nuk do i thuash në ekran tjetër sot, këto i do themin janë brenda këtij 10 ditëshit të prillit. Do më japësh fjalën? Jo se ti shkoj e lirë, shkosh ku duash, po këtë historinë e Lockheed Martin dhe... Jo, t'ja fjalën. Ma je fjalën? Ledjo, ne tani po e mbyllim sigurisht me mikun ton i cili vazhdon të jetë në Gjermani, nuk ka mbritur akoma në Itali. Kapiteni nuk e di, e ke parë të ka rënë rasti të shohësh një mikun ton të shoqërisë civile nga Kenya. Po, edhe e përqej shumë. Kush nuk e do, mërë, si s'kam dëgjuar njeri që të këtë sepse ai ka thënë një të vërtet. Që është më aktuale se kur, është brenda kontekstit. E mban mend korrupsioni nuk është i keq. Është i keq vetëm kur nuk jam unë i përfshirë. Po nëse unë jam i përfshirë? Unë e mbroj atë. Corruption